Sipas jush, Zoti, a ekziston? Na ka shkruar një miku ynë që gjendet këtu, mes nesh. Dhe ai thotë që Zoti nuk mund të ekzistojë dhe do t'ju them se përse. Por ky është mendimi i tij. Unë doja ta diskutoja me ju pikërisht për këtë, sepse në rrethanat që ai gjendet dhe gjithë ato probleme që ka patur, është me një fjalë, ai është i lirë të mendoj se çfarë të doj, por unë do të them mendimin tim dhe ndaj doja ta diskutoj me ju që ai do t'i lexoj këto komente dhe është mirë që secili të lë një komentin e tij. Çfarë mendimi keni ju? Atëre pikë së pari, ky zotëria që është rreth 52 vjeç tani, ka patur disa probleme. Probleme të njëpasnjëshme. Në fillim i vdiq vajza e vogël nga një problem dhe me kalimin e kohës ai mbeti dhe pa punë. Me fjalë, kohët e fundit ka mbetur pa punë, njëkohësisht gruaja e tij u smur. Është smur dhe është me kancer. Pra, por nuk është vetëm ky problemi, sepse ai e parashtron këtë si një problem madhor, botëror, jo vetëm në familjen e tij, thot ai, por në gjithë botën. Dhe do t'ju them se çfarë, thot ai. Atëre pikë së pari thot unë që kur kam lindur thot kam vojtur thot në një familje thot shumë të varfër dhe unë thot nuk është se jam njeri thot që nuk dua të punoj. Unë dëshiroj të punoj thot dhe kam vullnet të punoj, por nuk ka punë. Ku do ta gjej unë punën? Dhe përveç se më kanë lënë nga puna thot, ime shoqja tashmë thot është smur thot me kancer. Unë si do ta përballoj jetën? Dhe ku është ai Zot thot që nuk i shikon këto probleme? Ku është ai Zot thot që të vdes thot një fëmijë 11 vjeçar? Ku është ai Zot thot që shpërbën familjen? Pra çfarë Zoti është ky? Dhe siç u thash, ai ka shumë të drejtë dhe kjo është vetëm për familjen e tij. Unë do t'ju them dhe pika të tjera që dikush pretendon ndaj dhe ka shumë ateist sot, pretendojnë që nuk ekziston Zoti. Dhe do t'ju them. Për shembull, duke filluar që nga luftrat, për shembull në Palestinë, gjithë problemet që ka patur Gaza dhe vazhdon që të ketë. Pse duhet të vdesin fëmijë të mitur? Pse duhet të vdesin mijëra njerëz? Pra ku është Zoti? Ku është diçka e mbi natyrshme që kontrollon? Ku? Tjetra, ka njerëz që jetojnë gjatë dhe janë njerëz të qelbur. Ka njerëz që ikin para kohe, por janë njerëz të mirë. Tani, ku gjendet Zoti këtu? Pra sipas disave. Unë do t'jap një versionin tim, si që thash. Pikë së pari, po ju them që Zoti i ka të gjithë njësoj. Ai ka lënë liri të plot, për këdo. Dhe duke qenë fëmijët e tij, qoftë ata ai keqi, qoftë ai miri, ai qëndron gjithmonë asnjanës. Por ka dhe disa të tjerë që pretendojnë që Zoti nuk mund të ekzistojë sepse disniveli është i madh, qoftë në vdekje, por në këtë rast edhe në para. Për shembull, të paktën në planetin ku ne njohim. Në planetin ku ne njohim, pothuajse 20% të njerëzve janë njerëz të pasur dhe janë miliardera, kurse një pjesë e madhe që janë 80% janë njerëz që të nivelit normal dhe pothuajse gjysma e këtyre, 40% e këtyre janë të varfër dhe 20% e këtyre ngordhin për të ngrënë. Pra ku është diferenca? Ku është ai Zoti i plotfuqishëm që ruan njerëzit, ruan, por këtu se ka më pak diell dhe kontrollon pra fëmijët e tij. Ku gjendet? Shikoni, ata që janë, jo të gjithë, ata që janë të pasur janë njerëz të këqij. Ja u garantoj këtë. Bile shumë prej tyre punojnë shumë. Punojnë aq shumë sa që harrojnë jetën e tyre, harrojnë fëmijët e tyre, harrojnë burrin, gruan, kushdo qofshin këta. Dhe kjo do të thotë që secili prej këtyre punon dhe puna që ata bëjnë, me fjalë Zoti t'jep atë që ti kërkon. Nëse ti kërkon para, ta jep, sepse ti je i vullnetshëm dhe ecën përpara, punon dhe ta jep. Njëkohësisht një vajzë që jep bukurinë, ajo kërkon vetëm bukurinë, nuk kërkon që ti jetë zgjuar, ja jep bukurinë dhe po ta shikosh ti je veshur mirë, pispillosur dhe ti thua kush e di se si është, por s'ka gjë në tru. Dhe po thoshja me këtë që disa prej tyre janë njerëz që kanë punuar dhe punojnë. Dhe këta punëtor vlerësohen nga vetë natyra e vendit ku gjenden, pra jo nga Zoti, por nga sistemi ku gjenden. Sepse, për shembull, unë nëse nuk do t'isha, po marr shembull veten, më falni, nëse unë nuk do t'isha një iluzionist i mirë,
nuk do më merrte Rai, nuk do më merrte Mediaset, nuk besoj se u pëlqiste shumë atyre që të merrin një nga Shqipëria, një albaneze, edhe të thoshin hajde ta çojmë të se na vjen keq. Se as kujt nuk i pëlqit. Unë s'kisha as babain, as nënën, as kushuririn, as vllajin, as nuk kisha gay apo që s'kam asgjë kundër tyre, por po thosha, nuk kisha gjë i tillë që të më favorizonin. Atëherë pse më favorizuan? Pikërisht sepse unë mendoj sepse punoja shumë dhe pata një, le të themi, një zgjuarsi ndryshe nga të tjerët që mos të përdorja ato që përdorin iluzionistët e tjerë, por t'isha ndryshe. Dhe ky ishte Chelsea. Ndonse duket banal, por ky ishte Chelsea, që t'isha ndryshe nga të tjerët. Dhe po them me këtë që më kurorëzoi sepse unë jo vetëm që kisha dëshirën, por edhe punoja. Pra punova shumë. Njëkohësisht edhe këtu me këto informacionet që ne bëjmë çdo ditë, unë mundohem që të punoj, nuk e kam humbur fillin, më dëgjoni me kujdes. Pra punoj nga sepse gjithsekush punon. Tani për shembull, do ikim përpara se të filloj dreka, unë po vrap të bëj një video sepse nuk ma merr mendja të bëj video pas dreke. Do ikim për drek me çunat dhe pastaj kush e di kur mbaron puna, nuk do kem kohë. Në fakt, nëse keni vënë re, ditët e fundit kam bërë vetëm 2 video. Dhe sepse s'ka kohë. Ajo është koha. Pse po e them këtë? Sepse ndonse punojmë, unë insistoj, pra që të punoj sa më shumë dhe të kurorëzoj misionin tim. Pra ato çka unë di ti diskutojmë së bashku. Pra duke diskutuar së bashku, jo vetëm unë informojmë, por informoni dhe ju. Dhe kjo është një, si mund të quhet, ky është një tjetër sekret që mendoj unë, që çdo gjë që na rrethon ne favorizohemi nga vetë vendi ku gjendemi, jo nga Zoti. Pra favorizimi vjen në bazë të punës dhe të sakrificave dhe të inteligjencës që ka secili. Ky është mendimi im. Ku qëndron tani Zoti në këtë mes? Zoti nuk është se, siç ju thash më përpara, për mendimin tim, gjithsekush nga këta janë njësoj, sepse i ka bijtë e tij, fëmijët e tij. Të mirë apo të këqij, ata janë. Nuk mund të vras njërin apo tjetrin. Secili e ka jetën të kronometruar, të printuar në ADN, dhe ne jemi vetëm një trup fizik, sepse energjia është ajo, ose shpirti është ai më i rëndësishmi, që ka qenë, është dhe do të mbetet. Dhe pikërisht aty përpiqet edhe, le të themi, nëse ekziston një Zot, që të rrijë në kontakt me njeriu, ose të qëndrojë në kontakt me trupin njerëzor, sepse me anë të shpirtit apo të mendjes, të impulseve, të vibracioneve, rri në kontakt me universin ku gjendesh. Tjetra, ka disa që pretendojnë që Zoti nuk ekziston, por janë disa qenie, jo njerëzore, që na mbajnë si pune bagtive dhe nuk i intereson fare se çfarë bëjnë bagtit. Për shembull, nëse keni vënë ju, keni një kotec pulash ose një stall me viça, dhe se çfarë bëjnë ata me njëri tjetrin pak të intereson, sepse ti në fund fare merr qumshtin, merr mishin, merr atë që të nevojitet. Pastaj nëse zihen me njëri tjetrin, pak rëndësi ka. Pra disa pretendojnë që këtu gjendemi në një stall të madhe që nuk i intereson bariut, ai që është aty, se çfarë bën njeriu, por i intereson vjelja e tij. Dhe kjo është një pjesë e njerëzve që pretendojnë që Zoti nuk ekziston, por është një Zot tjetër, i cili favorizon vetëm veten e tij dhe nuk i intereson për masën. Tani unë doja ta diskutoja me ju pikërisht për këtë. Ju çfarë mendimi keni? Kush nga këto mendoni që është e vërtet, ose më mirë, çfarë mendimi keni ju? A ekziston Zoti dhe nëse ekziston, pse gjithë kjo pabarazi? Pse këta fëmijë që vdesin në mbar botën gjithandej? Pse një varfëri totale për një pjesë të madhe të njerëzve? Pse disa janë super të pasur dhe nuk duan t'ia dinë për askënd? Pse vdesin disa gra, disa nëna që mezi rrisin fëmijët e tyre nga sëmundje të këqija? Pse disa që janë të qelbur vazhdojnë akoma të vrasin njerëz apo të shtypin njerëz pafund? Pse bëhen luftra? Pse vriten njerëz? Pse? Do të dëshira një komentin tuaj që ta diskutojmë, sepse unë them që një diskutimi i përbashkët diçka do të na ndihmoj. Njeriu ka lindur, si thuhet dhe në tekstet antike, ka lindur për të vuajtur. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë kjo është një sprov për mendimin tim
sepse në fundit trupi ynë është asgjë në krahasim me shpirtin dhe ose më mirë me energjinë. Megjithatë, pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni? Drekën e mirë dhe ju përqafoj ju pres që të shkruani një koment, sepse përveç se do ta dëgjoj ose do t'i lexoj ky miku ynë që shpresoj të jeti fort, të eci përpara, por njëkohësisht dua t'i lexoj dhe unë, sepse dua të di mendimin tuaj. Por njëkohësisht edhe shokët tanë që janë këtu mes nesh do t'ju lexojnë. Kështu që pres komentet tuaja. Ju përqafoj.